Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV. Për të bërë një analizë në fakt kam marrë shumë komente nga publiku, kam patur dhe reagime në Instagram. Tiron përse nuk reagon familja e Mimoza Ahmetit për gjuhën e përdorur brenda në ferm. Në fakt kam patur komente të këtilla realisht në Instagram. Tani nga informacione që unë di, dhe do të thënë nga informacione që unë kam marrë deri më tani, familja Mimoza Ahmetit me patjetër që do të kishte reaguar deri më tani, sepse është përdorur një gjuhë jashtëzakonisht e ulët kundër drejt saj. Edhe pse kjo lloj gjuhe nga ana e Ilirit ka qenë e adresuar edhe kundër drejt Zhakut, edhe kundër drejt Kostanës, edhe kundër drejt Mimozës, domethënë Iliri nuk e pranon dot realitetin që këto kanë një lloj duartrokitje jashtë, këto kanë një lloj dashurie. Tani tek Zhaku nuk është se ka ndonjë lloj duartrokitje, por në këtë rast domethënë Kostana ka një lloj duartrokitje edhe nga që nuk e pranon dot këtë realitetin, e ka shumë të vështirë që të del nga ky komoditeti i vet, edhe me patjetër që i bën këto gjëra. Por a ka patur reagim domethënë nga ana e familjes? Me patjetër që do kishte patur, por me sa di unë, Instagrami menaxhohet nga produksioni. Dhe derisa Instagrami menaxhohet nga produksioni, është shumë e vështirë që të bëhet një lloj reagimi. Unë mendoj që sonte të merret një vendim përfundimtar për Ilirin, edhe pse në fakt e shoh është shumë të suportuar, unë nuk dua ta besoj dhe nuk dua të mendoj që në këtë rast, domethënë Iliri është i mbrojtur nga ana e produksionit, këtë nuk dua ta besoj, sepse gjithmonë besoj tek e vërteta, gjithmonë besoj tek ajo vota e pafund që publiku është duke dhënë për ta nxjerrë fituesin dhe më në fund produksioni të suportojë një djalin i cili përdor një gjuhë të tmerrshme, mua kjo më duket njerëzore. Por familja nuk reagojnë dot shkakun sepse Instagramin e menaxhon vet produksioni. Do të shohim sonte se çfarë të ndodh. Unë kërkoj të vlerësohet e drejta dhe të dëgjohet publiku.